Kryeministri i Kosovës, njëherë kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, akuzoi dy partitë më të mëdha opozitare për bllokim të procesit të zgjedhjes së presidentit të ri. Përmes një video drejtuar qytetarëve, Kurti tha se udhëheqësit e Partisë Demokrate të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës po sillen edhe mëkejsi Fatmir Limaj në vitin e kaluar, duke u referuar negociatave që dështuan vitin e kaluar mes tij dhe kreut të nismës socialdemokrate për konstituimin e kuvendit. Realisht ata nuk janë duke dashur as pushtet dhe as përgjegjësi për veten e tyre. Krejt çfarë duan është që ne dhe unë të mos kemi pushtet, tha Kurti, duke u referuar kreut të PDK-s Bedri Hamza dhe atij të LDK-s Lumir Abdigjiku. Nënkretarja PDK-s Vlora Citaku ju kundërpërgjigj Kurtit, duke thënë se ai nuk dëshiron të qeverisë. Këtë e di ti, mirë po çfarë di unë është se ti do ta marrësh përgjigjen e merituar nga ta. Prandaj lutja ime është krejt e sinqert, ose qeverisë bashkëpunoj e jepi drejtim Kosovës, ose lësho rrugë lëri me ankesat, krizat e lojrat fëmijërore në kurrizë të qytetarëve. Shkruajo në Facebook. Citaku e cilësoi Kurtin si të paaft, duke thënë shihemi në zgjedhje. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe LDK-s për koment lidhur me akuzat e Kurtit dhe është në pritje të përgjigjes. Në video mbi 5 minuta, Kurti tha se ka incizuar takime me krejarët opozitar për të arritur 80 votat e nevojshme për president dhe u ka bërë oferta gjeneroze, por ato janë refuzuar.